diçka. Në radhë parë duhet tu jap një përgjigje gjithë pyetjeve që bëhen në live-in e YouTube-it të Trup Podcast Media Official. Video me avokatin është bërë private vetëm për të bërë me blur të gjithë dokumentat e fotos që u transmetuan dje, për arsye se mund t'i japim armikut një klauzol se si ta dëmtoj. Duke i bërë me blur, heqim përgjegjësinë nga podcasti që platforma të ri e pa goditur. Ka që thjesht është. Nuk ka si lloj censure, nuk është prerë as si lloj gjëje fjalëve të avokatit. Është hequr vetëm me blur pjesa e fotove për arsye diskretizmi. Për arsye parimeve. Parimet e mia janë që as si lloj kundërshtari nuk do preket në familje. Atë lloj mendimi e ndaj ndryshe me avokatin për gjithë juve që po pyesni, e ndaj ndryshe, e thash dhe dije që e ndaj ndryshe, jo që është e frikë kam vetëm time sepse Zotin e dashuroj. Jo për çështje frike, çështje parimi. Nëse do jam vetë politikan, disa do më duan, disa do më rrejnë, edhe unë lë punë pa bërë, se kam, nuk është se jam Zoti, nuk ka ardha i forma shkurre se pa djegur që ti je perfekti. Do vit ju kërkoj votën. Ndash ma jep, ndash mos ma jep vlla, po me nonën, me babën, me gruan time, me fëmijën tim, kur jam publik, s'ke pse merresh. Për këtë lloj gjoje, neve kemi bërë një lloj, si thua, një lloj modeli, një lloj parimi që nuk do preket as lloj gjoja. Edhe pse mu bë surpriza, kështu që besoj se gjithë juve ndjekësit e Trup Podcastit që jeni 135 veta në kohë reale tani që po pyesni, mos u shqetësoni se pasi të mbaroj episodi me Tedin, do hidhet, do uploadohet ose do hapet, do bëhet private se është i njëjti stream, nuk kemi hequr asgjë, i videos me avokatin. Jeni shumë të mirë. Ky episod u mundësua nga Red and Black Motors, Stone On Flow, Stax Consulting, Eden Decor dhe stacioni librarisë.